Edhe një vit pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu vazhdon të përballet me komentet dhe pyetjet për të kaluarën e saj në reality show. Edhe pse secili ka vazhduar jetën e tij dhe gjërat kanë kaluar, ndjekësit në rrjetet sociale shpesh i rikujtojnë Gjenetës momentet e dikurshme, madje edhe në postime që nuk kanë lidhje me to. Së fundmi, në një video të publikuar në TikTok, ku Gjeneta shfaqej e qetë duke bërë grimin e saj, një ndjekës komentoi me bindje se gjesti është bashkë me diellzën. Reagimi i saj ishte i menjëhershëm dhe karakteristik për natyrën e saj të drejtë për drejtë. Inshallah me fëmijë sa më shpejt se më shurdhut. Duke e shoqëruar me emoji qeshjeje me lodh, me këtë përgjigje, Gjeneta tregoi se nuk i bën përshtypje as pak statusi sentimental i ish-banorit dhe ironizoi situatën duke u lutur që ai të krijojë familje, me shpresën se kjo do të mbyll spekulimet dhe do t'i jap asaj qetësi. Dukshëm, ajo e ka lënë pas atë kapitull, por publiku ende duket se ka nevojë për kohë për të mësuar me realitetin e ri. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.